Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e suksesit. Si gjithmonë kam dëshirë me sjell njerëz të veçantë që kanë një mendësi edhe një mënyrë operimit, një jetë shumë interesante. Sot kam Teuta Buxhokaj. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën Xhulio dhe jam i lumtur të jam këtu me ty. Faleminderit. Zakonisht i prezantoj njerëzit, ç'a bajnë, kush janë etj. Më mirë. Po unë kam qejf me nis si direkt pyetje spirituale. Besoj që është pyetja e parë që i ke bë vetes. Kush jam unë? Kush është Teuta? Nga cili aspekt? Nga aspekti shpirtëror apo aspekti i dualitetit duke përfshirë dhe shpirtëroren? Dualitetit, të dyja. Okej, atëherë duke u nis përpara se të nisesh rrugë time shpirtërore, sepse unë jam udhëzuese shpirtërore dhe punoj me teknika shërimi, me energji shëruese. Dhe përpara se të nisesh në këtë rrugë tim, unë jam diplomuar për drejtësi dhe kam menduar gjithmonë që drejtësia është pjesë e imja. Por ajo çfarë kam menduar, ajo lloj drejtësie që unë kam menduar se ishte e imja, në të vërtetë nuk kishte qenë kjo, po kishte qenë thjesht një thirrje e brendshme, ndoshta për të gjetur drejtësinë tek vetja ime. Domethënë, ndoshta për ta kuptuar që nuk jam ajo që mendoja se isha, ose nuk e dija që isha ajo që kujtoja se isha. Sa lidhet drejtësia me spiritualitetin? Jo drejtësia juridike, por drejtësia hyjnore ndoshta. Po. Atëherë, shiko, ne jemi të programuar, njeriu është i programuar, ka marrë disa programime në fillimet e jetës së tij dhe çdo njeri që firmon, domethënë sepse është dualitet, planeti Tokë ekziston si dualitet, që ekzistojnë duo. Edhe kjo edhe ajo, edhe poli pozitiv edhe poli negativ. Tani, cila është kjo drejtësia që ti po pyet? Kjo është drejtësia e cila na çon drejt heqjes së maskave. Këto maska janë programime që i kemi marrë në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme qofshin këto. Heqja e maskave dhe shkuarja në autenticitet. Pra, të jemi vetvetja. Dhe çdo njeri është i drejtë, çdo njeri është autentik. Sa është autentik, sa është unik, prapë edhe jemi të njëjtë, sepse nga i brum energjik jemi gatuar gjithë. Më pëlqen kjo fjala dualitet që thuti, edhe pak para podcastit po thoshe, unë e marr jetën seriozisht edhe me sportivitet të dyja. Si e gjen atë kombinimin? Shiko, ndoshta kjo ka qenë pjesa që mua më ka ndihmuar. Procesi im ka qenë i vështirë ashtu sikur sa është çdo njeriu, procesi i rrugtimit shpirtëror, domethënë sepse duhet merresh me ato shtypjet e tua, me ato hijet e tua, me ato programimet, edhe është njësoj sikur të çirresh një maskë dhe një tjetër dhe një tjetër dhe një tjetër. Kur them që e marr me sportivitet, por edhe me seriozitet, do të thotë që atë teknikë që unë e bëj. Pra është seriozitet, e marr me sportivitet sepse nuk pres çfarë do shikoj, çfarë do kuptoj, çfarë do marr vesh, çfarë do zbuloj. Absolutisht. Mendoj që kjo është sportivitetja dhe seriozitetja. Në për eventet zhvillimit personal, jo se s'bën të spirituala, por të zhvillimit personal. Unë shikoj 80% kohës janë të njëjtit njerëz. Edhe ti po më thoshe pak më parë që tana këto mësime që unë t'jap për shembull, nëse ti nuk i implementon s'duan as i gjë. Po, unë këtë ja u them shpesh edhe personave me cilët punoj, edhe personat e cilët vinë në trajnime, biseda e parë që u them është ndoshta tingëlloj edhe ashpër, jo ndoshta por e di, u them që sa do trajnime të bëni, sa do shumë. Me çfarë do lloj mentori ta bëni trajnimin? Çfarë do lloj pagese ta paguani? Nëse e bëni në gjuhën shqipe, ndoshta në gjuhën hindu, ndoshta në anglisht, s'ka lidhje. Le të mentoroni me një guru. Je ti ajo që do punosh me veten tënde, je ti ai që do heqësh maskat e tua, je ti ai që do përballesh me hijen tënde, je ti ai që duhet ti integrosh çdo gjë që ti ke marrë, sepse nëse ti nuk i integron, nuk ka absolutisht asnjë vlerë. Pra, rritja e vetdijes ose heqja maskave, sepse heqja maskave na çon drejt të rritjes vetdijes. Rritja e vetdijes është individuale dhe nuk mund të ta bëj unë për ty as ti për mua. Pra ti ma ofron teknikën, ti ma ofron seancën me energji të ndryshme, ti ma ofron shërbimin, ti ma ofron ndihmën, ti je një vesh dëgjues, ti je një sugjerues për mua, pra ti je mentori im, por jam unë ai që duhet ta integroj me veten time, ta përpunoj. Të kuptoj. Vetja jonë ideale është dikush që ne e ndërtojmë avash avash, apo e kundërta, dualitet, është që ekziston, por është mbështjellën me shumë shtresa. Shiko, vetja jonë ideale është dhe është pak paradoksale ndoshta kjo që do them, po vetja ideale është edhe kjo që jemi me gabime. Pra edhe gabimet tona, edhe dështimet tona, edhe frikrat, edhe mungesat, është ideale, është thjesht një proces për shpirtin. Për shpirtin është thjesht një rrugtim.
Por ajo vetja ideale që ti referohesh, është ekzistuese aty, është në ty, sepse nëse nuk do ishte ajo, ti nuk do ishe sot. Ti nuk do ekzistoje sot, ndoshta me këto pyetjet, pikpyetjet, ndoshta gabimet, ndoshta dështimet, sepse çdo njeri që frymon është i gatuar nga njëjti brumë dhe çdo njeri që ekziston, përveç sa atyre që fillojnë të punojnë me veten e tyre, të gjithë janë të përbërë nga njëjta frikë dhe nga njëjta mungesë. Pra, ajo vetja ideale ekziston aty, por kësaj vetes ideale i pëlqen kjo vetja me gabimet që kujtojmë që e dënojmë veten edhe jemi. Ekziston aty, por është e kamufluar ose si guaska, është mbuluar me këto sfidat. Sfidat janë vetëm mësime. Një gjë shpesh që thonë, e kaluara dhe e ardhmja nuk ekzistojnë, por ne ekziston vetëm e tashmja. A mundesh më shpjegu pak se un kam pak vështirësi me e kuptu këtë gjë? Jo, shumë mirë, është më mirë kur kemi vështirësi me e kuptu, sepse në thelb është ajo dëshira e madhe që duam të dim. Kështu që në thojza, unë gjithmonë për trajnime ku kom thënë mentorëve, ta bëj pyetje idiote edhe atë pyetje të njëjtën pyetje idiote vazhdoja ta bëja për një vit derisa e nxirrja gojën mas veshëve mentorëve, por derisa unë e kuptoja pra vazhdonte të ishte pyetje idiote. E tashmja dhe e kaluara. Unë nuk do ta them, unë do të orientoj ty në disa situata. A mund të shkosh ti në të djeshmen? Vetëm me mendje, por fizikisht jo. A mund të shkosh ti në të nesërmen? E njëjta gjë. Çfarë është këtu mes njerëz edhe tjetër çfarë është? E tashme. Po në këtë të tashmen, ku jemi neve? A jemi në të kaluarën edhe në të ardhmen? Pra është ajo që ti thënë me mendje. Më kupton? Pra, në aspektet energjike, jo fizike. Çdo gjë ekziston vetëm tani, ekziston. Ajo çfarë themi ne e kaluara, një jetë e kaluar, në të vërtet unë mendoj që i kam bërë një analizë dhe unë mendoj që është thjesht një version i joni, që do thotë, shpirti ka vesh këtë trupin e të utës, njëjtë sikur ne veshim veshjen. Pra shpirti ka pas një përjetim ndoshta në një jetë, ndoshta në vitet 1700 e kusur. Kam pas një gjini, kam qenë në një kom tjetër, kam pas një gjuhë tjetër, një profesion tjetër. Por për shpirtin është thjesht një version. Pra, ai versioni i atëhershëm i shpirtit të utës, ndërsa shpirti të utës ka një version tjetër tani. Ne, duke qenë në të tashmen, qoftë nëpërmjet meditimit, nëpërmjet teknikave të ndryshme, duke qenë në të tashmen, ne shkojmë në atë versionin tjetër që kemi jetuar, ose le ta quajmë jetë kaluar. Shkojmë aty, shohim se çfarë është kjo situata që ne jemi, se nuk hyjmë kot. Të pyesim për shembull se çfarë kam qenë jetën e kaluar, nuk të shërben pas gjë. Por nëse jemi në një sfidë, në një situatë ku kemi pyetje, ne mund hym dhe unë në eksperiencën time personale, por edhe me personat që punoj, në 99% të rasteve ne kemi shkuar në një jetë kaluar. Pra, që do thotë që shpirti e ka sjell në blueprintin e tij ose në hartën e tij, se shpirti ka një hartë ashtu sikur se kemi hartën edhe skicën planimetrin për një ndërtimin e një objekti. Pra shpirti e ka sjell atë një X gjë nga ai version që unë kam jetu, ose jetë e kaluar është e njëjta gjë. Se njerëzit mund të thonë, ok, kjo po thot version, kjo po thot një jetë e kaluar, cila është e njëjta gjë. E ka sjell në këtë jetë për ta përpunuar, për ta marrë mësimin. Me kupton? Dhe në momentin që ne e identifikojmë pra që kjo situatë aktuale ka një lidhje me një moment tjetër caktuar, ku ne kemi jetuar, bëjmë identifikimin, e pranojmë, shërojmë, kalojmë nëpër disa etapa, e bëjmë rishkrimin. Çfarë është rishkrimi? E ardhmja. Po cila është e ardhmja? Ku doli kjo ardhme? E ardhmja mentale që ne e pretendojmë e duam, më kupton? Por automatikisht edhe do e përjetojmë. Se në çfarë forme mënyre ajo do vinë vetë. Ne nuk e dim. Se si jemi Zot, ne jemi fraksion i Zotit, po Zoti jemi. Pra, po jam shumë i fiksum të dualiteti. Hajde. Më the, shpirti ka një blueprint. Po, një hartë. Le ta quajmë me fjalë thjesht, domethënë që ti të thjesht për komunitetin që do të dëgjojnë, një hartë. Po. Një planimetri. Në të njëjtën kohë më the që edhe ne mund ta rishkruajmë diçka. Po. Më duket pak si paradoksale, pra për hir të bisedës le ta quajmë fat. Të bim dakord ta quajmë fat. E kemi fatin e shkruar. Okej, le ta supozojmë e shkrytën. Tashi, si mas menimit tanë ose eksperiencës tane, fatin a kena të shkrujtën edhe ne thjesht do ndjekim gjatë gjithë jetës, apo ne mund ta rishkruajmë? Shiko, imagjinoj që ti e ke një vilë, 3 kaçe, shtëpia ku ti jeton. Skicimin ta ka bërë dikush, ta ka bërë te uta. Okay. Vjen Xhulio sot edhe Xhulio do thotë, më fal pak, nuk më punojnë tubacionet e lavamanit kuzhinës.
Pra, a ekziston blueprinti, skicimi i vilës? Po. A ekziston problemi? Po. Më kupton? A po haset Gjulio në një problem s'ka ujë në lavaman? Po. Çfarë mund bëjnë Gjulio? Gjulio mund e di se ku është problemi dhe e rregullon. Tani ti mund thush ku ç'lidhje ka arkitekti, inxhinieri që e ka skicu shtëpinë e Gjulias. Më kupton? Sepse unë jam në shtëpi. Shpirti ka një hartë. Në atë hartë nuk ekzistojnë vetëm gjërat e mira, ato të mira që ne i dëshirojmë nga niveli mental. Pra në atë hartë janë karmat, janë kontratat, janë betimet, sepse unë si Teuti, si Gjulio, kemi jetu në formën e magjistarve, në formën e mbretit, ke qenë mbret, kemi qenë mbret, mbretresh, s'ka lidhje, kemi qenë në gjinit të ndryshme, në shtetet të ndryshme, kemi pas puna profesionet të ndryshme. Pra kemi marrë karma, kontrata dhe betime. Kemi jetuar, unë kom pas një jetë ku kom jetu dhe se prift, dhe kom bërë betime për shembull që për xxx gjë. Nuk do kem këtë. Kom pas edhe një moment ku kom bërë një betim që, për shembull për hirt, duke qenë se kisha jetu si prift, domethënë unë lekun nuk do e kisha. Më kupton? Unë nuk do e shikoja lekun, nuk do e vlerësoja energjinë e lekut. Në një jetë tjetër kisha jetuar varfër. Pra ka skica, ka blueprinta. Nëse në një jetë C, le ta quajmë një jetë C, kom pas një blueprint, një temë. Për shembull, kam jetu si prift dhe jam betu që unë lekun nuk do e marr parasysh, nuk do e vlerësoj, nuk do bëj për lekët. Kom marrë në një jetë B. Më kupton? Tani në jetën B, si kom jetu në mungesë të lekëve. Kom qenë ndoshta lypse, jo ndoshta po është vërtet kjo. Kom qenë lypse, domethënë, dhe kom marrë në këtë jetë si Teuta, në këtë jetë A tani. Në këtë jetë A, nëse kom pas probleme me parat, tash nuk do të thotë që kom pas as kom pas, po edhe kom pas sepse nuk i kom pas mjet, i kom pas familjarëve të mi. Okay. Tani në këtë jetë A që jam unë aktualisht, unë e kam blueprintin, e kam atë hartën e jetës B, sepse nuk dita sepse skicimin e jetës C unë nuk dita me pastru në jetën B. E kam si këtu e kam la dhe e kam shkry. A e kupton? Atëherë, domethënë, shpirti jon, edhe jeta jon ka një blueprint. Po. Por që ne, me sa po kuptoj, ne merr kena edhe karma, po e quajmë. Po. Edhe për jetëve të kaluara. Po. Pra të shpirti a ka disa blueprinte në disa jetë, apo jetë ndryshme ndoshta janë edhe të lidhura me njëra tjetrën. Po, si që thash edhe ma përpara, nëse në një jetë... Nuk e ke përmbush. Bravo, nëse nuk e kom marrë mësimin në jetën para orë, se përpara kësa jetë, e kom marrë një temë, do më thonë që ka vlerë për shpirtin, për këtë inkarnim të Teutës. Në këtë jetë, dhe duhet ta gjej në blueprint diku se ku është ajo. Cila është sfida, cila është tema që duhet ta përpunoj. Flasim pak për karmat. Kam pa një shprehje shumë të bukur. Thote, kur ne na keq ose tu ndi keq tjerë ne justifikojmë, thojmë është karma jame, jam të shlyt diçka. Kur shohim dikë tjetër tu vujt ose tu pas një jetë vështirë, thojmë është tu shpagut diçka për shembull. Si ka mundësi që veten e justifikojmë kurse tjetrin e paragjykojmë? Edhe ai ndoshta ka karmën e vet. Se quhen paragjykim, të them për një X person ndoshta po shlyen. Të dyja këto vlerësime. Si për veten time, nëse unë them për shkak që po shlyen një karma, unë duhet ta di nga niveli i trupit dritës, pra nga niveli i shpirtit, është karma apo jo, jo nga mendja, sepse shpesh herë për të ikë realitetit, për balljes me sfidën dhe marrjes përgjegjësisë pastrimit të karmave, sfides, temës, do më thënë, ne dheve hajtë se po laj karma. Nuk lohet karma që kollaj. Karma lohet me vedije. Duhet ta identifikosh dhe ta përpunosh karmen. Të kuptova. A ka karma të mirë vetëm të këqija, apo ka edhe të mira? A ekziston karma e mirë? Ne jemi të prirur që, do më thënë, ta fokusojmë energjinë të gjërat jo të mira, të energjitë e ulta ose të gjërat jo të mira. Dhe harrojmë ta shikojmë edhe këtë karmen e mirë. Por karma çfarë është? Karma është energji të cilën unë e kam nxjerr. Nëse unë ty të uroj diçka jo të mirë, ajo në fund fare është një energji të cilën unë e kam nxjerr nga vetja ime dhe po e çoj në univers, pavarësisht se qëllimi ka qenë Gjulio. E njëjta energji e shumë fishuar do më kthehet mua. Pra njëjta gjë, nëse unë dërgoj një energji të mirë tek ti, e do më kthehet shumë fishuar. Nëse unë e dërgoj jo të mirë, do më kthehet prapë shumë fishuar. Le ta quajmë karma, le ta quajmë çfarë duash, ndaç karma të mirë, ndaç karma jo të mirë. Karma është energji të cilën e dërgojmë dhe do na kthehet feedback. Kuptova. Çfarë është rastësia për ty? A ekziston, apo është diçka që ne kena shpik si njerëz?
Për cilën rasti e ke Më falë se po kaloj deg në deg, po s'ka problem, kjo është më e bukura. Për cilën rasti e ke fjalën ndoshta për këto rastit që ndihemi mirë apo rastësi që na shkundin pak ndoshta jo për mirë? Ndoshta këtë dytën për shembull. Rastësit jo të mira, e ke fjalën. Po. Gjithmonë është temë të cilën do punojmë. Okej. Tema mund shiko, nëse kjo është temë, kjo temë përmban, mund të përmbajnë karma, mund të përmbajnë kontratë, mund të përmbajnë betim. Njërë ndër këto. Pastaj ne kuptojmë edhe si tema, domethënë si programime etj. Shprehja shpirti binjak. Kam gjetë shpirtin binjak, se e di që është temë që e kanë njerëzit shumë qef. Si e koncepton ti? A gjajmë ne një shpirt binjak? Apo them thjesht gjajmë dikë që na plotson, si funksionon? Okej. Shiko. Kur shpirti është shpirti im, shpirti gjithë secilit ka ardhur në këtë jetë, nga niveli energjetik ose nga aspekti shpirtëror, pra nga i momenti kur ne kemi zgjedhur të vim në këtë jetë, ne kemi qenë në dritë dhe dashuri dhe nuk e kemi kuptuar, domethënë dualitetin se si funksionon dualiteti. Dhe aty kemi një ushtri të cilët na mbrojnë. Janë ushtri energjike, pra jo fizike, pavarësisht se ne kujtojmë që jemi vetëm, ne kemi engjëj të cilët na mbrojnë janë me ne dhe një ndër ta çdo njeri ka një shpirt binjak. Cili është shpirti binjak? Shpirti binjak është ai person i cili vjen këtu për ta shtruar ty, le ta quajmë tapetin e kuq. Për kur do shërbej ky tapeti kuq? Në çdo moment? Jo. Kur ti t'jesh poshtë, sepse bota shpirtërore, kur thash na ka dërgu ushtrin mbrojtëse, ose mbikëqyrëse, ose vëzhguese, ose suportuese, një ndër ta është edhe një shpirt binjak. Çdo person e ka një shpirt binjak. Për kur është ky shpirt binjak? Nuk do ta shtojnë gjithmonë tapetin e kuq. Por kur ti jesh në ato fazën e sfidave, kur vjen kur del në pa, kur mund të njehemi, kur mund të kemi kontakt me këtë shpirtin binjak, zakonisht mendojmë, uroj mos jem gabim, zakonisht shpirti binjak vjen në jetë ose do përballesh me të fizikisht në momentin kur je në procesin shpirtëror dhe kur je në ato fazat, sepse në momentin që futesh në procesin shpirtëror, atëherë shpirti e di dhe merr përsipër bën pak trim, cup, domethënë edhe thotë okay, du tema, du sfida, do i shëroj, por mendja jo do ngjecim her pas here dhe në këtë moment shpirti binjak do dalin në skenë, do hynë në rol. Kuptoj. Shpirti binjak nuk është gjithë. Shpirti binjak mund të konceptohet edhe në marrëdhënie çift, domethënë por shpirti binjak mundesh me pas edhe në shoqëri, edhe në familje. Çfarë lloj raporti është shpirti binjak? Se ne konceptojmë vetëm dashuri për shkak. Gjendet edhe në dashuri sepse vetvetiut njeriu mendon, pra nga dualiteti, njeriu mendon që përmbushet me kur je në një marrëdhënie çift. Mendon që përmbushja më e tepërt është në një marrëdhënie çift. Dhe nuk kujtohen ta analizojnë më fal pak. Pse du marrëdhënien çift? Sepse jam në mungesë. Më kupton? Pra në vend që ta analizojnë, ta shikojnë, pra të bën pak vëzhgues, mendojnë që do mbushin boshleqe. Dhe shpirti binjak shfaqet edhe në marrëdhënie çift. Përmendë fjalën mungesë. A janë shumica gjanave që ne kërkojmë në jetë e kanë burimin të mungesa? Pse do një gjë? Pse do të pish ujë? Pse do të pish ujë? Kam etje, s'kam ujë në trup. Etje. Pra etja është mungesë. Më kupton? Pse do t'i kesh për shembull 3 makina? Ti mund të thosh nuk është mungesë sepse e kam një. Po nuk është mungesa materiale. Do t'i kesh 3 makina sepse do më rënë sy. Do që thot dikush që bravo, shive Xhulia çka ka mungesë vlerësimit ose në gjatë. Vetë besimi, vetë sigurie etj, vetë dashurie, janë këto mungesat në prapavi. Këto janë ato që ne i quajmë hije, shtypje. Ose fëmia i brendshëm, fëmia i vogël prandaj këto janë. Kuptoj. S'du me të krahasu, po krahaso Xhulia. Okej, pa bëj kështu, bazike. Në krahasim me spiritualistë të tjerë, nëse mund të quaj spiritualistë. Vetëm mos marrit mendjen se. Jo, është pyetje. Okej. Shumica spiritualistave janë, si më thon kështu të butë, me ta thënë avash, si më thon Xhan. Ndërsa ti ke gjë shumë të veçantë, edhe prej kësaj do dalin pyetja, se ti je shumë spirituale, po je edhe shumë praktike. Pra, jeton kohën me ta ledhatu e egon, po din edhe me thonë, jetë ja fut këtë për shkak. Jo me ledhatu ego, me ledhatimin e ego seriozisht nuk e kam unë. Sa rëndësishme është që ka i herë për shembull mentori spiritual me thonë
si është anglisht, call out on your bullshit, që më thonë jetë ja fut E kot. kuptoj. Unë kam pas disa mentor dhe e kam pas një që hasha maj me ta, ka qenë një indianë turk, por që jetonte në Gjermani dhe bënë mësimet dhe ka qenë një ndër mentor që ja kam do shumë. Sa që edhe pse hashim maj, do më thonë kishim shumë të përbashkëta, prapë më pëlqente sepse e thoshte atë çfarë e mendonte dhe atë çfarë ndjente. Tani le të kthejmë ndoshta pak le të bëhet pak individuale, të flas pak për individualitetin tim. Janë karakteristika, janë energji të mia, sepse ne kemi 7 engjëj personal. Do më thënë, një sipër që është vetja jote lartë, majtas janë të aspekteve dhe djathtas janë të dimensioneve. Dimensioneve, do më thënë, engjëlli i trupit mental, engjëlli i trupit emocional dhe i trupit shpirtëror. Tani, dy ndër engjëjt, të mith kanë karakteristika magnetizuese, kanë karakteristikë energji magnetizuese një ndër ta. Edhe e bukur kjo pyetje, Xhulia, faleminderit. 3 pyetje kam pas një jetë, 2 do t'i them, 1 nuk do t'a them. Ose një po e them. Okay. Një ndër pyetjet ka qenë që pse më duan njerëzit ishin shoqëria, se kam qenë adoleshent dhe kam qenë fëmijë. Pse më duan kur unë jam e ashpër? Okej. Shumë e bukur kjo. E kam vujt me shpirt, ndoshta, po kjo ka qenë një ndër arsye që më ka bërë të futem, të preku fundin e fundit dhe të futem në spiritualitet, sepse as probleme shëndetësore s'kam pas, për shembull kur para se ty janë spiritualitet, as probleme ekonomike nuk kam pas, probleme jetësore, çdo familjar im ka qenë me shëndet mirë, ka qenë gjallë. Domethënë janë disa divorce kështu gjërash nuk kisha sepse ishte zgjedhja tjetër. Një ndër pyetjet ka qenë pse më do njerëzit kur jam është çdo gjë është e mrekulluar. Pse më do njerëzit kur jam e vështirë? Unë e vështirë sepse nuk është e lehtë për ty të nëse je në rolin e viktimës, unë se di atë se çfarë ishte roli viktime, të thoya ço shpejt thosha çfarë qurra vitesh. Vishu, rregullo, edhe ke hec djathtas, tani do hecesh majtash, pra do ndryshosh. Kisha qenë e vetëdijshme, po pa e ditë si jam e vetëdijshme. Dhe kur i kam marrë engjëjt personal, emrat, kanalizimin edhe njujën e emrave të engjëjve personal, kur e kam parë një engjëll edhe Krajon ka një karakterizohet nga energji magnetike. Pra tërhiq janë njerëzit. Unë e kam vujt këtë pjesë, nuk do të tërhiq janë njerëzit. Ndërsa kam qenë edhe pak ke pasur si komanduese, ndoshta autoritare, thoya, ndoshta nga veriu, janë karakteristikat veriut, e kushtet e tjera, por kur i prap kthehem te emrat e engjëjve, nuk duhet të fokusohem vetëm tek emrat e engjëjve, po duhet fokusohem te karakteristikat që i kemi në shpirt. Nga blueprinti i kemi, e kisha një engjëll i aspektit të shpirtit, i cili ishte Ashtar Sherani. Ashtar Sheran ka një energji komanduese. Më bëj shaka tani me kolegët e mi që them si lartë dhe poshtë dhe atje ka komandant, thashëm the. Nëse kemi karakteristika, çdo njeri ka karakteristikat e veta dhe autenticiteti është rruga më e shpejtë dhe më e mirë për të zhvesh veten nga maskat. Deshta me marrë një fjali që the, si lartë edhe poshtë. E një gjoj shumë, e shoh në për rrjete sociale etj. Çfarë do të më thonë? Shiko, nëse marr një X person, i cili thot si lartë edhe poshtë, e përmend, na e mëson mua dhe ty, na jep trajnime, e dëgjojmë në rilsa e rrjete sociale, në biseda, thashëm the. Dhe nëse ti apo unë themi këtij personi që siç kemi prindrit këtu, kemi edhe prindër kozmik, siç kemi familjar këtu, se kot nuk e ka zgjedh shpirti me orën e një familje. Edhe nëse, se mund të thuash ti për shembull, po këta fëmijë që shkojnë befatrof, që fëmijët, domethënë prindrit i dërgojnë në befatrof, të shtëpia kujdestarisë, domethënë, prap kanë familje. Komunitetet që ata jetojnë kanë familje. Pra, siç e kemi familjen këtu, është njësoj janë ushtar mbrojtës fizik, familja. Familja është e shenjtë. I kemi ushtar mbrojtës fizik. Nëse jemi vëlla motë unë ti, sa do të zihemi, ti mëson më shumë se unë mësoj më pak se ti, çapo di unë këtë ande, në fund fare nuk do guxojnë kush me bët diçka ty sepse sa ti jam unë aty. E njëjta gjë do jetë edhe për ty për mua. Domethënë, për ty nga unë. Nëse këti mentorit që thot si lartë edhe poshtë, i thua, më fal pak, ne siç kemi këtu, kemi edhe atje, kemi kujdestar energjik, ose kemi prindër kozmik, ose siç e kam emrin të uta këtu, unë e kam edhe një emër kur jam krijues si Qeliz, do thënë është e marr. Më fal pak, atëherë, çfarë kupton ti me si lartë edhe poshtë?
Pra, si lart edhe poshtë ne jemi shumë të lidhur me çdo gjë. Siç funksionon këtu, funksionon edhe atje. Nuk dua të hyj te planetet sepse nuk jam shumë, domethënë nuk e kam studiuar dhe nuk është pjesë e imja kjo. Siç operojnë planetet me njëri tjetrin në kohë të caktuara, ndoshta në fushë energjetike të caktuar, në njëjtën mënyrë planetet ndikojnë edhe me gjendjen emocionale, me dimensionin edhe aspektet tona. Një rast konkret. Nëse kemi bërë një kirurgji te këmba për shembull, ndoshta para 20 vitesh, kur bie shi, pse ndjejmë dhimbjen? Plaga është shëruar, plaga është mbyll, organi është shëruar. Pse ndjehet dhimbja? Pse ndihemi moralisht jo mirë kur bie shi? Pse ndihemi mirë në pranverë? Koha më e lumtur e njerëzve është pranvera. Pse? Sepse del drita mbas një errësire, mbas një nate të gjatë, domethënë del dielli, po me diellin jemi të lidhur shpirtërisht, jemi të lidhur emocionalisht, jemi të lidhur mentalisht. Më kupton? Kjo është edhe si lart edhe poshtë. Mos të hyjmë në thellësi sepse s'besoj që do i shërbejnë kujt. Okej. Se nuk e kuptojnë, vetëm do bëhet më komplikuar. Si mundena ne me mbrojt energjinë tonë? Se kam shumë veta që thonë ndjej që jam shumë i pastër, kam energji të mirë këtej anej, po s'di si ta mbroj energjinë. Rri me shumë njerëz kur largohem prej tyre ndjehem si i shtëruar nga energjia. E kuptoj. Shiko. A ka një teknik në gjë? Unë përpara se dalim te një teknik, unë do të kisha thënë që njeriu duhet ta kuptojnë. Pra, po marr shembull veten time. Nëse unë jam në një grumbull me njerëz, një grumbull ose 2-3 persona, s'ka problem numri. Nëse unë kur jam me ta nuk po ndihem mirë, kur iki nga ata prap nuk ndihem mirë, unë duhet ta pyes veten, a mos Giulio ishte një ndër ta për shembull. A mos Giulio mua më pasqyroi diçka, pra më pasqyroi një temë time të cilën unë duhet ta pastroj? Apo mos ndoshta mora energjinë e Giulios. Të dyja ekzistojnë. Të dyja kanë oportunitetin për të ndodhur. Por 99% është që na pasqyrojnë. Dhe çfarë bëjmë njeriu nga jo mosdia, por nga rezistenca, domethënë do thotë mora energjinë e tjetrit. Jo, nuk e mora energjinë. Nuk e merr as kollaj energjinë e tjetrit. Kështu që ndërsa për sa i përket teknikas, nuk di çfarë të thënë Giulia sepse teknikat shiko kur nëse trajnohesh me një X energji, hapen disa kanale në ty dhe atë energji ti e përcjell tek unë kur më bën seancë mua për shembull. Ti nuk e përcjell energjinë, nuk dua dal te tema në temë, por dua ta them arsyeën sepse nuk mund t'jap një teknik. Atë teknikë që ti e kanalizuar, vjen te uta thotë Giulia, lutem, më bën një seancë, shikoj ti për çfarë kam nevojë, kjo është situata ime, ti më thua okay, po ta bëj këtë seancë. Këtë energji që ti e dërgon nuk është energjia jote, temat e Giulios, sfidat e Giulios. Të është hap një kanal dhe nëpërmjet atij kanalit kanalizohet energjia edhe e dërgon te uta. Më kupton? Në moment që e tërheq energjinë sikur mbyllet, po e mbyll portat e imagjinoj si një tunel që hap një portë dhe mbyll prap portën kur të duash. Pra, kur ty të jepet një energji, ti nuk mund të thush te utë sa te utë. Pavarësisht se unë jam iniciuar me këtë energji, hajde se po të inicioj edhe ty. No, sepse nuk je në atë nivel. Sa është me shkallë, pra është me nivele. Por mua për shembull me janë shkarkuar disa teknika, seanca, mjete, le t'i quajmë si të duash, por akoma nuk e kam marrë mesazhin që jepet tek tjerët. Absolutisht punoj, domethënë me ata, por akoma nuk më ka ardhur, domethënë shpërndohet te tjerët. A do vinë nuk e di, kur do vinë nuk e di. Ndërsa çfarë mund të them për shembull për ta mbrojtur energjinë personi, ta bëjnë praktik, ta imagjinojnë sikur janë në moment që dalin nga shtëpia, qoftë ku shkojnë punë, qoftë ku shkojnë shkollë, qoftë ku shkojnë në një ambient ku ka njerëz, ta imagjinojnë sikur janë në një fushë energjike, ajo fusha energjia të jetë ose e bardhë ose gold, sepse këto janë dy energjitë pothuajse më të larta, edhe ta imagjinojnë veten, ta bëjnë praktik derisa ta integrojnë. Kur e integrojnë do të thotë që ta këti mbyll sytë dhe jenë atë fushë energjike dhe nuk ka shanse të depërtojnë diçka nga jashtë brenda, dhe nga brenda s'ka pse shkon jashtë. Sigurisht s'ka që ta mbulohet. Për mendimin tanë, sa përqind të gjanave ne i shohim me sy që ekzistojnë? As 0.0001%. Do me thënë, ti po thua që
Do më thonë fizikja, sa përqind e ekzistencës është që ne e shohim me sy. Fizikja, ti po thua në një realitet. Po. Imagjinoj si planeti Tokë, këtë realitetin. Po. Ballkani për shembull është planeti Tokë, i vërtet planeti që jemi neve. Pjesa tjetër nga sa është e përbërë, po thua. Domethënë sa përqind është ky planeti fizik material? 0.00001%. Është shumë i vogël. Është shumë i vogël. Pyetja tjetër, ne si njerëz, sa përqind të ekzistencës mund të perceptojmë me shikimin? Po, këtë desh të më thonë. Prap 0.001%. Absolutisht asgjë. Shikimi më i madh është, shiko, unë e quaj veten të zgjuar sepse di sa bën 1+1. Okej, jam e zgjuar përballë teje. Okej. Unë e quaj veten të zgjuar sepse di një fizik, një formulë fizike, biologjia, kimia, çapo di unë. Okej, prapë është në rregull. Por kjo që unë di është absolutisht asgjë. Shikoj një rast një kirurgji. Ku një pacient shkon në gjendje përpara një operacioni, doktorët kanë një etik profesionale ku thonë, ne do bëjmë punën tonë, ata nuk e përmendin Zotin, po thonë e ka ndorë dikush tjetër. Më kupton, hajde firmos e letën tonë, se çfarë do që të ndodhë, unë e bëj punën time, por nuk i diet, por Zoti nuk e përmend askush. Fizika klasike të paktën nuk e përmend. Vitet e fundit kanë filluar shumë edhe këta near death experience, domethënë këta që përjetojnë vdekje klinike, tregojnë shumë gjëra madhështore, shumë. Kërpullat psikedelike, a ke informacion? Janë kërpullat magjike quhen. Magic mushrooms. Po, që përdoren për e di në për retrite. Retrite. Ayahuasca e këto tjera për shembull. Okej, mund të fokusohem pak te magic mushrooms, se magic mushrooms janë kërpurdha ose një suplement nga jashtë natyror, nga jashtë, domethënë jashtë trupit tonë, kam fjalën, natyror i cili përdoret për të lejuar ty të kalosh në dimensione të tjera. Por për të kaluar në dimensione të tjera, çfarë duhet bëhet fillimisht? Duhet të ulet automati nivelet mendimeve. Në momentin që ti kalon, domethënë në dimensione të tjera, pyetja çfarë shikoj? Çfarë do të shikosh, asgjë nuk është e tepërt. Ti je i sigurt që asgjë nuk të vjen më shumë se sa përballon. Mirë deri këtu. Po mbasi mbaroj atë ceremoninë, çfarë ndodh? Zakonisht ka pas raste kur kanë pas halucinacione më mbrapa. Unë nuk do ta vlerësoja si të dëmshme, absolutisht. Domethënë të dëmshme jo. Thuhet që ka disa rregulla, për shembull, kur i përdor ato, kur je në fillimet e tua thuhet që në 1-2 kilometër horizontale, domethënë rreth rrotull mos të ketë shtëpia sepse ti mund të interferosh, të marrësh energjinë e komshiut të thashëm the. Nuk e di se sa respektohet kjo, por sa më shumë të rrisësh vetdijen tënde, ti mund të jesh edhe në një pallat 50 kaç, ku ke edhe në Kinë mundesh me shku në një pallat që janë 3 milion banorë, vetëm në një pallat i mundesh me konsumu, por je në një vetdije më të lartë. Çfarë si është eksperjenca e kërpurdhave? Unë mendoj që si puna kashës duhet jetë. Domethënë je i vetdijshëm edhe të janë tu përdorur edhe për PTSD, këto kërpullat magjike. Në Amerikë, për PTSD, për këtë stresin, këto që kanë lufte kështu. Okej, e kuptoj, po. Shumë shëruese. Shiko, nuk është a di si do e vlerësoja, do e shikoja këtë? Kjo përdoret, po një person që është me PTSD e përdor këtë. Një çfarë lloj teknik, domethënë një stimul nga ajo, si ayahuasca, si magic mushroom, si nuk e di se çfarë është edhe diçka tjetër. Okej, gjatë asaj kohës që ky person e përdor këtë, qoftë në një retrit 3 ditor, 10 ditor, një javor, pak rëndësi ko, ky thotë, okej, m'fal që pas ka diçka ndryshe, thotë. Atë kush problemi është mendja ime. Okej, e mbaron këtë retritin, mund të rinë edhe një muaj në energjinë e këtyre lëndëve psikoaktive, apo si mund t'i quajmë, por më mbrapa i duhet punë ose do kthehet më keq nga çfarë ka qenë. Tek menja. Shpesh herë ne thojmë menja është armiku jon, shpesh herë thojmë është miku jon, pak më para ti më thash miku më i mirë i shpirtit, me ditë me është shërptori më i mirë i shpirtit. A mundesh me më shpjegu si të bin paqe me këtë gjandesh? A është miku, a është armiku, a është shërptori i jon? Mendja është shërptori më besnik i shpirtit, është armiku pak më i madh i joni deri në momentin sa të bëhet mik i joni. Ose desa ta kemi jashtë atje shtëpisë dhe të them hapë derën, okay, hajde kur duan dhe do ikësh prap kur të duan. Çfarë është mendja? Shpirti për të ardhur në jetë
është truri një herë, unë mendoj që është organi më kryesor i njeriut. Okej. Edhe para zemrës? Po. Po të ngacmoj këtë. Jo, nuk është ngacmim, është e vërtet. Unë e shikoj në këtë mënyrë. Pse? Sepse truri i jep komand zemrës, komand nëpërmjet një përjetimi, pra të uta ka marrë një përjetim nëpërmjet shqisave fizike, qoftë shikimit, qoftë dëgjimit, qoftë prekja, çfarë po di unë, dhe i jep një komand ku rezultati është një emocion jo i mirë. Pra nëse ti ke një emocion të mirë, nga erdhi ky emocion jo i mirë? Ai erdhi nga mendja. Sepse truri është i ndërtuar nga dy sferat. Dy sferat përbëjnë mendjen. Dy sferat përbëjnë subkonsciencën dhe konsciencën, të cilat përbëjnë mendjen. Mendja nuk është organ, truri është organ. Tani, nëse ti ke një eksperiencë jo të mirë, një emocion jo të mirë, nga atë erdhi nga mendja. A shikon pra se mendja është shkaktari kryesor? Unë nuk po them truri është organi kryesor në jetëgjatësinë e njeriu. Se trurin thoj za mund të vdesin, po njeriu jeton sepse nuk e le zemra, më kupton? Por për në një harmoni, në një mënyrë jetese, në cilësinë e mënyrës të jetesës, truri është organi më kryesor. Çfarë është tani mendja? Tash mendja. Mendja po. Shpirti, le ta bëjmë si një muhabet gallat. Domethënë le ta sjellim muhabetin energjik, le ta sjellim sikur ndodh ndërmjet dy njerëzve. Kur Zoti e ka skecuar njeriu dhe i ka thënë okay, shpirtin, domethënë i ka thënë ti do shkosh, do jetosh si njeri, do t'jap diçka e cila ty do të ndihmojnë që ti të përjetosh atë çfarë nuk je, që ta kuptosh atë çfarë je. Lind pyetja çfarë është shpirti? Shpirti është energji. Nëse është të përbërë energjia, është të përbërë nga energjia femërore dhe energjia maskullore. Çfarë është, mos t'i ngatroj me gjinit. Çfarë është energjia femërore? Është dashuria. Energjia maskullore është drita. Pra, nëse shpirti vjen në krijim si njeri, i bie që njeriu është i përbërë nga kjo, nga energjia femërore dhe energjia maskullore. Por kjo shpirti, kur vjen shpirti në jetë, pse ka mungesa? Pse ka mungesë dashurie? Pse ka frikë nga vdekja? Sepse e përdor mendjen që shpirtit përjetojnë atë çfarë nuk është, që ta kuptojnë atë çfarë është. Ta them pak më shkurt. Ta them pak më shkurt. Shpirti është drita dhe dashuri, pra energji femërore dhe energji maskullore. Është drita dhe dashuri, po. A do të thotë që vdes? Jo, sepse është dritë. Nuk ka errësirë. Shpirti përjeton errësirën kur vjen në trup si te uta. Pra, është dritë edhe dashuri. Dashuri do përjetojnë mungesën e dashurisë nëpërmjet dështimeve, nëpërmjet divorceve, nëpërmjet mungesës vetbesimin etj. Pra, dashuria dhe mungesa e dashurisë ka disa nën deg. Mungesa e vetbesimit, mungesa e vetvlerësimit, mungesa e vetdashurisë, mungesa e të shprehurës, kemi nën deg sa të duash. Ndërsa energjia maskullore përjetohet e kundërta e energjisë maskullore, frika nga vdekja. Pra errësira, sepse është dritë. Drita është jetesë, domethënë gjithmonë. Ne e kemi, s'ka njeri që frymon i cili nuk ka frikë nga vdekja. Pra, kush ja ofron shpirtit frikën nga vdekja dhe mungesën e dashurisë? Mendja, nëpërmjet programimeve. Më përmene disa mungesa, e dashnis, mungesa e vetvlerësimit, vetbesimit e tjerë. Mungesa, çfarë do qoftë mungesa, është mungesë dashurie. Në momentin që ti në momentin po sepse ne jemi të përbër nga energjia femërore dhe energjia maskullore. Çfarë do shpirti pra? Çfarë përjetojmë ne këtu? Mungesën e vetdashurisë, imagjinoje si një pemë. Çfarë ka pema? Ka rënjë. Një rënjë mund të jetë mungesa e vetbesimit, rënja tjetër e vetsigurisë, vetvlerësimit, mungesa e shprehjes, mungesa e çfarë po di unë, kemi mungesa plot. Por të gjitha këto rënjë përbëjnë pemën. Më kupton? Dashurinë, vetdashurinë pra. Sepse shpirti, shikoj se çdo gjë është e bukur, Shpirti ka thënë, "Okay, çfarë do bëj unë?" Zoti ka thënë, "Okay, çfarë do bëj unë?" Po e sjell në këtë mënyrë. Po ky, nëse unë ja lej vetëm një opsion për ta kuptuar
vetë dashurinë, do shkatërrohet njeriu, do lodhet shumë. Atë çfarë bëjmë, po jap nën alternativa. Pra përjeton nëpërmjet kësaj, nëpërmjet asaj, nëpërmjet asaj, nëpërmjet asaj. Gjej në njërin, pra e gjejmë në njërin dhe shkojmë duke i pastruar ato rrënje. Tak derisa ta kuptojmë, oh, çfarë që nga kjo mungesë dashurie. Është sfiluese, por është e bukur. Ti punon me njerëz që kanë trauma. Se çdo njeri ka traumat e Punon me veta. traumat e mia herë. Po. A mendon se shërohen plotësisht traumat apo dojnë një lloj përkujdesi të vazhdueshme? Okay. Një lloj mirëmbajtje në thojza, fjalë kështu. Okej. Trauma është një temë. Është si puna e shkollës. Në klasë 6-7 kemi për shembull matematik, fizik, biologji, kimi, çapo dion. Okej, mund të jemi mirë për shembull në fizikë dhe në kimi e në biologji, por nuk jemi mirë në matematik. Çfarë ndodh? Ne duhet ta përsërisim, ta mësojmë matematikën sepse sa herë ta japim provimin aq herë do ngelim deri në momentin që ne do mësojmë. E njëjta gjë është edhe me traumat. Sa herë na ripërsëritet, pra sa herë ne të ndihemi jo mirë, do të thotë që ne po na përsëritet një temë. Dhe sa herë na përsëritet tema, aq herë po thosh shpirti, pastaj edhe pak të se ke rrugën më të lirë, do heqësh një barr nga një barr emocionale etj. Në momentin që ne e pastrojmë, me çfarë lloj teknike, mund të ndodhin që tema të pastrohet me 1%, ndoshta 85%. Po çfarë do thotë nëse është pastruar 85%? Do thotë që nëse unë jam përballë asaj sfide, nuk ndihem aq keq sa më përpara. Pra, për ta kuptuar që a e kam shëruar tamam 100% atë, do thotë që un jam përpara asaj sfide, por nuk më bën përshtypje, nuk më jep emocion jo të mirë. Pra do thotë që e kemi mbaruar temën. Në temën trauma, tema është baras trauma. Pra nëse pyetja ishte a shërohet trauma apo mund ta qetësojmë disi në 1% dhe të mësojmë të bashkëjetojmë me të, unë do thoya shërohet. Absolutisht. A shërohet me një seancë, 2-3 seanca, këtë nuk mund ta them, sepse varet nga personi. Ti je udhëheqëse shpirtërore, që ndihmon udhëzuese shpirtërore, që ndihmon të tjerët me gjeta dritën e vet. Si më thon, a je ti që i ndryshon njerëzit apo janë njerëzit që kanë fuqinë me shëru veten, ti thjesht i udhëzon? Unë nuk se shumë veta dalin thonë unë shëroj unë bëj jo, Giulio, ndoshta keq shprehen, ndoshta thjesht nuk din të shprehen, por nuk e besoj që një njeri mundet me besu vet atë çfarë thot. Nëse unë them që unë të shëroj ty, absolutisht nuk do ta besoja. Çfarë do thotë kjo? Unë nuk të shëroj njeri. Unë të udhëzoj ty që ti ta shërosh veten tënde. Okej. Pra ta identifikosh ku është shkaku. Unë në trajnime kur i kam personat i them okay, unë do ju udhëzoj. Keni një udhëzim. Por nëse unë të them për shembull imagjinoje këtë dhe ty të vjen diçka tjetër, ti vazhdo mbas imazhit tënd, përjetimit tënd, ndjenjes tënde, emocionit tënd, sepse shpirti jot e di më mirë për ty se sa mendja ime për ty ose dëshira ime për ty. Madje edhe vonë kisha një person i cili tha, nuk depërtova, pse? Tha sepse ti po thoje kështu dhe unë shkova diku tjetër. Thash po okay, herë tjera i thash do shkosh aty ku ti do shkosh. Lere se çfarë thotë Uta. Pra unë përdor ato teknika të cilat i kam përdor me veten time, i përdor edhe me persona të tjerë, por çdo njeri duhet të ballafaqohet me veten e vet. Çdo njeri duhet jetë i hapur me veten e vet. Çdo njeri duhet të marrin përsipër, të ndërmarrin hapin për të ndryshuar me veten e vet, të jetë pranues dhe ta bëjnë procesin, sepse a disi është kjo punë është njësoj sikur unë për shembull ndoshta nuk kam mundësi të blej ushqime, duhet të ushqehem sepse jam njeri, vjen ti e merr ushqimin, e lan, e pastron, e gatuan, vjen edhe me ushqen, kush do e përtypin për të ushqyer? Unë do e përtyp. Pra e njëjta gjë është edhe me teknikat. Unë të ofroj si rrugtimin tim, teknikat që kam përdorur për vete, po jeti ai që do çirrësh moskat. Du me thonë një situatë është komplet jashtë kësaj që po fliqim, por ndoshta ndihmon dike. Okay. Dje po më thoshte një shok për një shokun e vet. Pra është situatë e largët, por që e kam pa është si Petër, ne kam pa shpesh. Ky djali rrit veç me nanën. Edhe të si më thonë nana vet, çdo vajzë që afrohet i është në moshë 35 vjeç. Çdo vajzë që afrohet mënohet me kriju i lidhje, me kriju i diçka. Nana vetë ndërhyn, si më thonë. Ka i lloj protektivitetit ekstrem për këtë. Qa mund është ti me i këshillu, për shembull. Po them ndoshta edhe për djalin, po ndoshta edhe për këtë
zone. Çfarë e pengon këtë djalin tek ndërhyrja të jamës? Duhet m'ja nis nga djali çfarë i pengon, jo çfarë i bën e jama. Sepse me sa shikoj unë historia tregon që ky po pason topin te jama, domethënë po lun rolin e viktimës dhe po thot mami po më ndërhyn. Të pyesin veten e vet, si po ndihem unë me ndërhyrjen e këtij personi. E kuptoj atë. Soni thash për shembull, ti mundesh me kuptu që nana jote ka botan investimin e jetës me cjell deri këtu. Edhe i duket se po me vetë kështu. Po nuk mund t'ja nis. Shiko, kjo që to mundu me kuptu nanën. Skepse kupton nanën. Jo, skepse kupton nanën fare. Unë e kuptoj se si është situata, çfarë po sillet, por duhet m'ja nis personi te vetja vet. Lëri herë pse nana po më ndërhyn. Lëri atë. Kjo është identik, jemi në rolin e viktimës ku duam të bëjmë fajtor tjetrin. Lënë nanën punë vet, lëre situatën punë vet. Kush të intereson ty? Si po ndihesh ti me atë? Me atë, si po ndihesh ti me atë çfarë po ndodh? Lëre nanën. Është pak situatë e komplikuar. Jo, nuk është e komplikuar fare, nuk është e komplikuar, absolutisht është e komplikuar. Çfarë të intereson ty për shembull, nëse te uta vjen okay. Imagjinoj që e ke harruar çesmën e ujit të nxehtit. Po. Edhe dikush e kishte para teje dhe është i nxehtë val. Ti fut durt për mi la përvlohesh. Çfarë është më e rëndësishme? Kush e la atë apo i ke durt të përvluara? Kush dëm më shumë? Fizikisht dëm dora. Më kupton? Pra duhet ja nisësh nga vetja jote. Edhe personi duhet ja nisë nga vetja e vet. Si po ndihem? Si po ndihet ky person? Po ndihet i pafuqishëm për me marrë një vendim. Pafuqia për të marrë një vendim të çon në mungesë vetbesimi. Aty duhet më nis, lënë nanën, babën, komshiun, gruaja, burri, fëmia tjetër. Tjerët janë si mendja për shpirtin. Pra ti fokuso te vetja jote. Okej. A morë vesh. Okej. Po, nëse se mua m'pëlqen shumë kjo se i tash po më kujtohet, gjithmonë ti ke tendencën që njerëzit fluturojnë, ma ka fajin ky ashtu, ti gjithmonë i kthen te vetja, i mlau. Nuk ka rrugë tjetër, Giulio, nuk ka rrugë tjetër. Dakor. Po nën stat ideale, çfarë do i thoshe? Nën stat idealit do i thosha mos mendoni që fëmia dhe 50 vjeç me qenë është fëmia, jo? Por është fëmijë, por edhe protektiviteti i tepërt ndaj prindërve, po edhe ndaj fëmijëve, është në vetvete mungesë. Kështu që fëmia nuk është pronë. As fëmia, as tjetri, nuk është pronë. Pava një shprehje të bukur të profilit. Plagët që nuk po i shikon, po të drejtojnë jetën. A mundesh me ma shpjegu pak? Si historia e nënës. Historia e nënës është kjo. Do me thonë, ti ne nuk e shikojmë të vetja jonë, bëjmë fajtor tjetrin. Më kupton? Ndërkohë në vend që të faturojmë fajin të tjetri, më mirë të kthehemi te vetja. Të rregullojmë veten. Kur rregullojmë veten, rregullohet edhe marrëdhënia. Rregullohet marrëdhënia me tjetrin, edhe kanë vështrime ndaj botës. Ka shumë njerëz që me periudha kanë një kështu mungesë dëshirë me bë gjithçka, me punu, me kështu. Po shikoj random në njerëz mosha të ndryshme. Kështu apatie, si më thënë. Absolutisht. Çfarë mund të bëjnë, çfarë thopi po? Mariu polar. Po. Nuk mund me bën, nuk di çfarë të bëj, nuk di çfarë jam i aftë. Është një fazë që kam pas kaluar edhe për vete faktikisht. Por e di që nuk është e lehtë, është më duket sikur po përjetohet nga pjesa më e madhe e shoqërisë, por nuk kanë duhet me patjetër të ndryshojnë ka. Duhet me ndryshuar herë sistemin, mënyrën e jetesës. Natën e kanë bërë ditë. Nëse këta brenda muajit fillojnë gradualisht, natën e lënë vend vet, kryej rolin e vet, ditën ta bëjnë rolin e vet, dhe nëse çohen 6 mëngjesit, besoj që edhe natyrën do e duan. Do e kuptojnë se çfarë kanë humb. Kur ta shohin lindjen e diellit, duke ecë kudo ku jenë, në lagje, në qytet, në beton, në fshat, kudo ku qofshin, do e kuptojnë se çfarë kanë humb. Por në vend që të kuptojnë se çfarë kanë humb, sepse këtu ekziston frika që të kthehen prapë aty, le ta kuptojnë që unë mundem edhe ndryshe. Më kupton? Duhet m'ja nis një herë me një ndryshim strategjie, mënyre jetese. Natën me e bë natë, ditën me e bë ditë. Puna e natës është me fjet gjumë, punë e ditës me ndërmarr hapat, me jetu etj. T'ja nisë një herë të zgjohen 6 mëngjesit, edhe mushkrit zgjerohen, beso edhe mushkrit zgjerohen. E do çdo gjë, e do veten, e pranon veten, do natyrën, kanë vështrimit, qasja e çdo gjë. E kuptojnë se çfarë kanë humb. Por në vend që të rinë aty ku kanë humb, domethënë le ta kuptojnë që
pas ka një mënyrë, munde me ndryshu, që ka ndryshe. Me qëra fjallë edhe këtu, ndoshta te pjesa e depresionit, për shkak njerëz që rrinë mran. Kam lexuar një shprehje te Carl Jung, thotë mos i beso kurr mendimeve që ke mrena një llomet. Edhe po du me kombinu me këtë që theti del, leviz, bandi qasi me thonë. Shiko, mos i beso kur mendimeve që ke brenda një Në dhome, kuptim më mendimet shumë do të këqija, jo, unë shikoj më shumë që mos u kufizon, domethënë mos i beso kufizimeve tua, sepse ka diçka tjetër për te atyre. Okej, është më simbolike se sa. Pra, çfarë do thotë kjo shprehje në vetvete? Do thotë, nëse ti ndihesh jo mirë, do thotë që ti je i burgosur i mendimeve tua, ka diçka tjetër për te këtij burgut mental. Kjo është. A është intuita zoni jonë më e vërtet? Po. Intuita është sikur imagjinoje që e kemi si që kemi prindet kur jemi të vegjël, për shkak që nuk di me hec, nuk dim ku po vritemi, nuk dim, domethënë që zjarri djeg etj, pra i kemi familjare që na mbrojnë, në njëjtën mënyrë na mbron edhe na udhëzon intuita. Energjetikisht, e kam fjalën jo fizikisht. Atë ka dalë një herë gabim intuita, ty personalisht? Jo, edhe ma ka për shpjetë më e fundës kur e kam refuzu, kur e kam rezistu, sepse unë kam eksperimentu të mërsi shumë me veten time, e kam di që është intuit, kam shku në kratë kundet, mi ka thyë të rritë, më ka bë me të shirë zemrën, do me thonë, më ka bë me heq moska, të gjitha këto janë vujtje mentale dhe emocionale, do me thonë, dhe kur jam këtyje, e kam kuptuar që nuk ja vlen është rrezik i madh me shmang intuitën, me vedije. Me vedije pa vedije, po unë e kam bërë me vedije. Kur isha në rrugtimin shpirtëror, sepse kur kam qenë në rrugtimin shpirtëror, atëherë ka qenë normalisht në mënyrë pa vedishme. Por mi ka thy të rinjt. Mi ka thy shumë. Dhimbja. A është mënyra vetme për më rrit ose a është e domosdoshme për më rrit? Po. Të dyja, nëse është edhe mënyra e vetme, është edhe e domosdoshme. Por këto dyja nuk mund të ketë njerëz për te që mund të thonë po mirë, unë po vuj edhe merito kam që kam t'ju rrit. Jo, kjo nuk quhet, nuk zë vend këtu. Më kupton? Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që gjatë procesit të rritjes tënde, rritjes vetdijes, pra rrugtimit shpirtëror, ti do kesh ulje ngritje, up and down me. Sfida, pra, sfidat vujtje nuk ka sfidë bukur. Janë sfidat mundimshme, të lodhshme, të dhëm shpirti, por duhen, patjetër, nuk ka shanse me të ardhë zgjimi shpirtëror me një buqet me lule, s'ka shanse. Sa i dakord me këtë shprehje, duket sa shprehje të librave të shajt. Zoti nuk çon kurr asnjë peshë, asnjë sfidë më të madhe se sa mundesh me majt, si më thënë. Jo, unë se po e bëj këtë pyetjen për shumë njerëz që thonë jam një fazë shumë të rëndë, kam sfida, kam çdo gjë mikë. Ka pas momente kur më kanë ardhur sfida dhe i kryzoja durtë dhe thosha Zot, okay, ti je më i fortë unë se më qenë njeri e di unë se ç'të bëj, o ti je unë. Por prandaj them e kam marrë me sportivitet po dhe me seriozitet. Më vinin nga dyert e vinin nga drejtoria. Nuk e dija se cilën ta kapja më përpara. Dhe në fund fare kam thonë, okay, do të them kur i kam kalu këtë tema, sepse në moment parë kur isha në momentin kryesor të sfidës, nuk kam guxuar më marr me përpunimin e saj. Nuk mundesh as më ndridhesh e shtylla kurrizore, mu ma jepte fizikisht në shtyllë kurrizore, por të nesër më mbrapa thosha, okay, unë e kam përjetuar këtë, kjo është një temë, është një sfidë ime, duhet ta përpunoj, hajde po ulem e përpunoj. Dhe kur e kam kalu për shembull atë temë, aty e kam kuptuar që Zoti nuk të jep më shumë se sa përballon. Është 1 miliard %. Sepse kam qenë në pozicionin kur kam kujtov se më ka dhënë shumë më tepër dhe i kam thënë o Zot as ke punë me njëri tjetër, a e ke marrë pushim nga tjerë, e ke kthy vëmendjen te unë, ç'a dreqin, atë seriozisht bësha bash bisedë me Zotin, i thosha atë duhet të jem kaq e mirë, sa i ke harru të tjerë, doja më ngushtu veten, Thosha, po se dija që doja më ngushtu veten. Thosha kaq e mirë që kam sa e ke harru vëmendjen nga tjetër, ke kthy te unë, domethënë po më jep sfida vetëm mu, e kam kalu domethënë këtë pjesë, kam kalu edhe anën tjetër që seriozisht nuk të jep më shumë nga ç'mban, por unë jo vetëm kur betohemi ose kur bëjmë bet, domethënë, por do isha betuar dhe do kisha zënë bet që sfida është gjëja më e mrekullueshme që ndodh në këtë jetë. Është shumë paradoksale, por e kam kalu vetë dhe mund të kem sfida tjera absolutisht kam, por për aq sa kam kalu, kur po flas për sfidë dhe po them që i kam kalu dhe jam në këtë anë, domethënë, unë kam sfidat e mia, ti ke sfidat e tua, thash të gjithë jemi të përbërë nga njëjta energji, unë i kam sot, ti ke nesër, ti ke emocionet e tua, unë i kam të mia, po në fund fare sfida janë, por nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa sfida.
As nuk rritesh nëse ke famë, as nuk rritesh nëse ke mbështetje sepse na mbështesin familjarët rrethi shoqëror, as nuk do rritesh nëse ke teknologji e cila do shërbejnë për ty, do rritesh vetëm atëherë kur të dalësh i fort nga sfida. Do rritesh, imagjinoje sikur je në Balt. Ndoshta ke disa kilometra rrugë ku duhet t'i përshkruash dhe është Balt. E ke parasysh ajo nuk du me thënë diçka tjetër më aty se s'du me çu vëmendjen te një film, po është Balt. Pra je në një sipërfaqe disa kilometrash ku është vetëm Balt. Imagjinoje ti do hecesh, okay, do kesh ulje ngritje, do kujtosh se doja dalësh, po imagjinoje në moment shkosh në shtëpi të bësh dush, si do ndihesh ti kur bën dush mbas gjithë asaj Balte. Prap është më e madhe kënaqësia kur e kalon sfidën. Sa rëndësishme është me fol me veten? Edhe si duhet t'i flasim vetës? A duhet jena kritik apo tolerant? Para disa vitesh, ndoshta në 2008 e mos u gabofsha kur hapen vizat e shkova në Itali dhe isha në balkon dhe shtëpia rrethuaj, domethënë me balkone në dy anet e shtëpisë. Në një balkon shoh një zotëri të moshuar edhe poshtë që po fliste me veten, dal në balkon tjetër shoh një tjetër, domethënë tre breza i poshtë duke fol me veten. Edhe i thash motrës, si ka mundësi, se unë thash diçka tjetër po them në këtë mënyrë, si ka mundësi që këta flasin me veten apo ta flasin me veten. Vajza motrës time vjen një rradh këtu dhe e ngacmoi unë, ja prisha Terezin. E ngacmoi jo, po si duket nuk i shkoi ujë në nervi, si deshja ajo, vetëm shkoi te toma tjetër të ngri, po fliste. I thash motrës, se thash është ty thon hallës vet në gjë, është ty më denoncu te halla vet. Jo thash ty fol me veten. Po pse i thash? Se e mbaj mend edhe një herë tjetër, domethënë që i kam pa njerëz që flisin me vete. Du të them që unë kam bërë trajnime në fillimet e mia ku kam mësu gjëra të cilat ndoshta komuniteti evropian i kanë përditshmërinë e vet, e kanë kulturë të veten. Pra për ta thyer kulturën ose programimet, bindjet kolektive që kemi marrë kulturës në vendit tonë, na është dësht trajnime, a jam e gëzuar po, me dhe më vjen mirë dhe absolutisht vlen, por e folura me vete, unë mendoj që po duhet. Në çfarë mënyrë mund të flasësh me vete? Mund të flasësh me zë, aq sa ta dëgjosh veten. Mund të flasësh me mendje, pra çon fokusin te vetja jote dhe flet me veten. Cila është më e mira, ti jemi kritik apo ti jemi vlerësues? Unë kritik do thoya që jo. Unë do thoya në vend që themi kritik, ti jemi suportues, kuptues me veten tonë. Pra ta kuptojmë, ta mirë kuptojmë veten tonë, ta mbështesim veten tonë dhe pastaj të jemi edhe pozitiv. Po jo pozitivitet toksik mund nuk. No, ajo është. No. Okej. Shumë bukur. Pra fol me veten, pranoje mos e dëno, mos e gjyko veten dhe vlerësoje. Se vlerësimi është edhe një formë pozitiviteti, ja. A mundesh me dash dikë më shumë se veten? Edhe në qo se du dike më shumë se veten, a është e sinqert apo jo? Jo. Në radhë parë, nëse se do veten s'mundesh me ndasht as tjetrin. Tjetrin mundesh me ndasht ndryshe nga që do veten, sepse shiko. Nuk është se i mat, dot si më thonë. Jo maten, sepse të dua më shumë se sa du veten time, në faktikisht jetë ju thënë tjetëri që ndihem aq bësh sa ik në puntate. Më kupton? Kjo është për sa i përket dualitetit. Ndërsa kur e zgjerojmë vetdijen, kur e rrisim vetdijen, kur rritemi në një nivel tjetër energjetik, ndoshta temën e tjetër, po të ishte mundësia, po të ekzistonte mundësia, temën e shumë personave unë do ta merrja për vete sepse e di se si do e zhdervilloja, e di se si do e përpunoja. Kjo është ta duash tjetrin ndryshe nga vetja, sepse është dashuri hynore. Pra, unë e di se është një temë, e di që tjetri provuan, por nuk funksionon që unë ta marr temën tënde, sfidën tënde, hallin tënd, mungesën tënde dhe ta përpunoj. Nuk funksionon. Ndërsa kjo tjetra e du më shumë se sa veten, nuk është e vërtetë. E di që me udhëzimin tënd ka ndryshuar jeta shumë njerëzve. A mundesh me më thënë një ndër gjëra që më të fortat, ndryshimet më të mëdha që ke pa me sytë tuaj? Në fillim ka bërë përshtypje çdo ndryshim, çdo identifikim, çdo rritje vetdije, çdo person, u kënaqja, u gëzoja, sot nuk më bën përshtypje. Nuk më bën përshtypje shumë, por sepse e di që ekziston, e di që mund. Sa më shumë të rritet vetdija, po flas për veten time,
sa më shumë tritet vetdia ime, aq më shumë pranuese jam, aq më shumë di. Dhe sa më shumë tritet vetdia ti e di që kjo jetë është një lojë. Kështu që nuk më intereson për shembull që tjetri e kaloj apo jo. Kur them nuk më intereson nuk është çështje egoizmi, po e di që kom arritur në një nivel vetdije ku e kuptoj që shpirti nuk është në mungesë, nuk është në smundje, nuk vdes etj etj. Kështu që çdo tim që tjetri e kalon është një udhtim i shpirtit. Çfarë rasti? Okej, do ta them rastin e një nëna një vajze, kur më thot para një jave, mos u gabofsha, nuk dua të hy në detaje, dhe unë po punoja, po shkruaja diçka dhe e shoh foton, nuk i bëra zoom, domethënë e pash pa vëmendje, dhe i thashë më mirë se një arushi pas kanë sjell, një kukull i pas kanë sjell, janë fëmijë dhe hajt, s'ka problem. Tha, shikoj e thot se kukulla kishte disa gjilpëra, ishte magji vudu. Aty u rënë që i thash direkt, i thash lash punën, thash më jep të dhënat e vajzës, sepse do i bëj pastim energjik. Jo ma vajzës tha, po thuj se çdo natë shkoj te krevati i fëmijëve, merak, nën, i shikoja, janë bulua, janë zbulua, po flejnë e qyshe tek. Tha dhe vajza tha, nuk flinte, tha, kur shkoja nështë edhe njët natës, tha, e hapte pak, e lëviste batanien edhe më shikonte. Tha të në moment tha që e kemi diskutu këtë gjitha dhe ke bërë seancën e pastimit, tha kom shku direkt te vajza, ndoshta instinktivisht, e kom gjetë vajzën gjumë, tha ndërsa të nesërmen tha vajza ka qenë 95% e lirë nga manipulimi një personi tjetër. Mendoj që kjo është një qetësim. Për mua nuk është ndonjë arritje kush e di se ça. Më kupton sepse çdo gjë ka mundësinë e transformimit. Kur them transformimit, pra ta ndryshojmë. Për mua nuk është kush e di se ça, por për shpirt, për mendjen e asaj nëne, për mendjen e kësaj vajze, për mendjen e babait të vajzës, sepse të nesërmen kam komunikuar dhe me zotrin me tjatin e vajzës, dhe i kam thënë ai ndjeni çfarë ka ndodhur. Tha po se di ai kishte treguar njëra tjetrit. Po tha jam, okay. Mënyra se si ndjen ata, për mua më vjen mirë. E di që të gjana nollin shumë në Shqipni. I kena një gjuhë që nollin. Besoj që ka ndodhur në përbot, pastaj ka ndodhur këtu dhe personi që kishte bërë atë nuk ishte shqiptar. Wow. Ne kemi kopju nga tjetë, kështu që mos ta thyesh jena vend i vogël marrën vesh më shumë flitën më shumë. Jo, personi që kishte bërë këtë nuk ishte shqiptar, nuk ishte komunitet shqiptar. Kthejnë atë një temë që ti e trajton shumë mirë, rekordet akashike. A mundesh më thonë për ato që se din, ç'a janë rekordet akashike, dhe pyetja e dytë, a ka aftësinë gjithkush me aksesu? Ose a është gjithkush gati diçka e tillë? Se s'po më kujtohet tani kush e ka thënë pseja nuk ka kur përgjigje. Pra, pse nuk mund t'ja gjejmë përgjigjen kur? Nuk e di, e ka thënë Asadi, kush e ka thënë? Se di. Okej, pak rëndësi, po dikush e ka thënë që pseja nuk e ka gjithmonë sepsen. Rekordet akashike janë sepseja për e çdo pseje. Pra, është përgjigja e çdo pyetje. Pra, është një hapësirë energjike, akasha është një hapësirë energjike, ku fillon nga dimensioni pjesë e lartë ku është dashurie pastër, domethënë, dhe mban të regjistruar çdo gjë që ti ke përjetuar nëpërmjet të gjitha shqisave. Qofshin shqisa fizike dhe shqisa jo fizike, pra dhe nëpërmjet intuitës etj etj. Dhe duke hyrë aty, pse hym aty? Aty hym sepse pyesim pse jam në këtë situatë, pse jam në këtë mungesë, pse jam në këtë frikë, pse jam në këtë dështim. Pse nuk ndërmarr hapin për dalë nga shtëpia, përmendëm edhe pak më përpara që ka njerëz që rrinë mbyll tërkohën, domethënë. Pra kjo bën akashën të jetë sepseja e çdo pseje. A mundet çdo kush? Po. Është e drejta e lindjes së çdo individi të depërtojë në akash. Unë kam pas nuk është bërë muaj, ndoshta kisha një person, unë s'kam frikë, por mendoja që ai person nuk do hyj.
Pse? Sepse mendoja që ky person ka studiu librat fetar, nuk po them I ka lexu, nuk po them I ka hedh syt një librave fetar. I ka studiu, ka studiu të mërësishëm. Pra është shumë person analitik, është shumë person që rrin në logjik, është në mendje. Mendova që në seancën e tretë ky person do depërtojnë. No, depërtojnë momentin e parë. Dhe thash kur ka depërtu ky, no, s'ngjitet njeri pa depërtu. Pra, nganjëherë shpesh njerëzit mendojnë që hyra për shembull në Akash, nuk pash atë çfarë desha, nuk e mora atë përgjigjen që desha. E ke parasysh atë ngjilet teatri pak me Akashën, ose me Zotin, ose me botën shpirtërore, ose me veten dhe mendojnë që nuk kanë hyrë. Jo, kanë hyrë, sepse në Akash unë nuk do hyj me pyet si e kam emrin unë, si e kam mbiemrin, e bia kujtëm, çfarë moshe jam. Më kupton, nuk do hysh për ato gjëra që ti mendon se I din me mendje. Ti do hysh për ato çfarë nuk I din. Dhe ato çfarë nuk e dim, nuk do na japin atë përgjigjen që na pëlqen neve, do na japin atë të vërtetën që është. Por këndvështrimi, niveli energjetik, nga ku ne e shikojmë situatën, pra shkakun se është formuar, aty e shikojmë pa mungesë, pa frikë, pa paragjykim. Më kupton sepse prandaj Akasha fillon nga dimensioni 5 të lartë, që është drita dhe dashuri çdo gjë, pra është mirë kuptim. Pra nuk ke gjykim për veten, për çfarë ke bërë në një jetë kaluar. Tek e fundit nuk ka kuptim, pse do dënosh veten, por do marrim ajken, mesazhin. Pra, çfarë kemi marrë nga ajo që kemi sjellë në këtë jetë e cila duhet të përpunohet, ne duhet ta përpunojmë. Por çfarë kemi bërë në atë jetë, ne nuk e dënojmë veten. Sepse I shikojmë gjërat nga shpirti. Super, okay. Qa është quantum version? E kam një gjuhë që e përmend shpesh. E kam përmend faktikisht në biseda private, se akoma nuk e ka ardhur koha që ta bëj ndoshta publike, sepse po merrem me një projekt vogël, por quantum version është versioni kuantik. Të jetosh në versionin kuantik. Okej? Çfarë do të thotë? Version kuantik, si ta kuptoj unë për ditëshmërinë time. Do të thotë të jetosh në harmoni me shpirtin. Okej, dikush mund të thotë, po kjo çfarë se edhe këtë ma shpjego pak se edhe këtë se kuptoj, do të thotë ta gjesh, domethënë ta duash atë çfarë bën dhe ta bësh me dashuri atë çfarë bën. Pra kjo është, sepse ne do jetojmë që do jetojmë, po të jetojmë në lumturi, pak në paqe. Kupton? Në versionin kuantik. Kuantum nuk është materje fizike, kuantum është energjike. Pra jeton në versionin kuantik. Nëse do vinë momente atë kësaj, ndoshta do flasim pak më gjerë. Ishim të fol për dualitetin. Po. Pra që edhe e mirë, po thjesht edhe e mirë, edhe e keqja, si ma thon kanë arsyen e vet pse bashkëjetojnë. Absolutisht. Atëherë, nëse ne kërkojmë tankon me jetu në paqe, me jetu në lumturi, me jetu në mirë kuptim harmoni. Po. A mos jena të kërku me jetu në një mënyrë që bën kundërshtim me natyrën, se natyra është dualitet. A kupton? E kuptoj, po kjo është frika që I zë njerëzit më të shumti. Do vinë një moment, sa më shumë pushnosh me veten, do vinë momente që do e duash sfiden. Sepse a di çfarë është sfida? Është si një barë 200 kg, ta kesh një peshë 200 kg, imagjinoje që ke një dollap 200 kg I cili ka sirtare e ke këtu, po ti nuk e shikon, po e ndjen peshën emocionale dhe mentale. Dhe çfarë bën? Shkoj heq 1 kg sot, 1 kg nesër, etj. Do vin ku të lehtësosh, të ecësh drejt tak do thosh, mbas pak kohë do të pëlqen, po mbas pak kohë do thosh, po mbjerë 10 herë. Thjesht jam mësuar me atë, nuk mundem. Kështu që a mundemi nëse për te shakas, nuk është shaka ironike, po një shembull si mund ta marrim. A mund, nëse I referohemi me pyetjen, a mund të jetojmë në harmoni? Po, mund të jetojmë në harmoni. Por, sa ta nxjerrim kryet drejtare, pra biem pak në dualitet, do e shohim se edhe komshiu di ka nik drita, s'na ka nik vetëm ne, kështu që do përshtatemi pak. A mund të jetojmë 24 nuk ka njeri që ekziston, se besoj që 24 të ekzistojmë, të jetojmë në lumturi madhështore, por në raport rrjedhe dhe harmonie po, duke punu me veten po. Pasi të punojmë me veten, mundemi. Super. Çfarë është kjo? Ta them edhe këtë. Çfarë është kjo harmoni rrjedh? Ti pranosh gjë, ta pranosh, sepse ti e di që është dualitet. E pranon siç është, nuk të jep një emocion, e lë të shkojnë, jeta vazhdon.
Si tani, pra sot, nesër, pas nesër, sepse pavarësisht se këto ndodhin, ne jemi tani. Pra kjo është e jetën e të tashmen. Teut, a noll shumica e problemeve ose bllokimeve tona ose pa knacive tona për i faktit që ne dona me majt kontrollin tankon. Sa rëndësishme është me mësu me lëshu kontrollin. Jo për çdo gjë, po ndoshta edhe për çdo gjë duhet ta lëshosh. po që mos me bë rezistenca. Unë dua ta kem nën kontroll, për shembull, marrim këtë moment, këtë bisedë që po bëjmë. Nëse unë dua ta kem nën kontroll, do të thotë që unë po e kam mendjen aktive, e kam mendjen alert. Kur jemi në mendje alert, do të thotë që ne po e anashkalojmë shpirtin, intuiten, më kupton? Pra jemi në programim, në fare. Por kur e kemi, shiko, të jemi në kontroll të çdo gjë, në fund fare jemi në frikë humbjeja. Frika e humbjes, çfarë është? Është mungesa e vetvlerësimit. Shko mrapa me pyetje, pyetjet a di si duhet i bëjmë në mënyrë imagjinore, le të ecim nga një hap mrapa. Një pyetje, një hap. Ku më çon kjo? Po kjo, çfarë do të thotë? Po kjo pyetje, derisa ta pranojmë. Çdo gjë është mungesë dhe frikë. Tash si person që marret me marketingun do të pyes me bë pa call to action. Çfarë gjana shofron ti që i ndihmon njerëzit? Unë do t'i krahasoja do t'i thoja në dy drejtime, në dy mënyra. Ka teknika të cilat nëpërmjet komunikimit, domethënë, ka njerëz që përpunojnë shumë gjëra nëpërmjet komunikimit, por edhe nëpërmjet energjive. Okay. Kam disa teknika, janë më shumë ti i sugjeroj seancat akashike sepse unë i vlerësoj si një mjet ose teknikë e cila ndoshta është më shpejt edhe për rezultate dhe për identifikim, dhe kur e identifikojmë diçka ne e themi ok, pra funksionon ka dhe ndryshe, që do të thotë kjo që unë po ndjej nuk është e vërtetë, po e vërteta është tjetra, pra njeriu e kupton edhe del nga ajo kutia. Seancat energjike dhe seancat terapeutike, domethënë konsulta. Pastaj seancat energjike janë të ndryshme. Janë njerëzit do të trembën nga termi ndoshta i Eskaliburit ose pralla, unë nuk e kam lexuar kurrë se nga e ka për ardhin e Eskaliburi, por më është shkarku energjia e shpatës Eskalibur. Disa kohë më mbrapa kam bërë një rezume dhe kam kuptuar që brenda një viti, se unë bëj akash vetes çdo natë, e bëj formë terapie, nuk hyj me pyetje, se dhe pyetjet mbarojnë. Unë do kisha dashur shumë ta kisha një pyetje për veten time. I kam ezauru. Dhe kam bërë një rezume dhe e kam kuptuar që në një proces kohor, domethënë për një viti, në disa hapa, në disa procese më është shkarkuar energjia Eskalibur. Pastaj ka energjia për mbrojtje pasimi energjetik të ambienteve, kafshëve, bimbe, pronave, objekteve, edhe njerëzve, por më shumë ti. Të gjitha i praktikoj, po akasha është ajo. Antisisht akasha është si puna ati skaneri që kalojmë në aeroport që të skanon ati detektoj që të skanon a ke diçka, a i pikas këtë çfarë nuk duhet, më kupton, por nuk të hynë detaje se çfarë ke. Kështu që akashan edhe sugjoj më shumë ti. Kam pa në internet një term, Feng Shui, që thoshte there's a way for everything. Edhe ishte pjesa arredimit për shembull, si me arredu shtëpinë, ku vet pasqyra, ku vet kështu gjanash. A mundesh më thon pak më sa këtë informacion, a funksionon, a janë vërteta, çan? Unë nuk e kam praktikuar, por nuk mund të them që di, nuk mund të them që nuk di. Për shembull, si Feng Shui është ky pendulum ose laviersi. Ke parasysh laviersin? Po. Që mojnë kështu në përzyra? Po, e kam parasysh. Laviersa, për shembull, edhe për çfarë përdoret laviersi? Laviersi mundesh me e përdor që edhe ku është pozicioni i krevatit ku unë flej, a është pozicioni i duhur apo jo. Ka pas momente që unë e kam ndru, ka pas raste që unë e kam ndru. Madje kur kam ndryshu, le ta quajmë banim, domethënë në gjëja parë që kam bërë me pendulum, kam pas se ku është pozicioni dhe e kam kontrollu veten, e kam sit veten, a mos ndoshta e kam marrë sugjestion, por jo ka qenë e vërtet. Jo vetëm për gjumin, sepse tek e fundit gjumi është cilësor dhe gjumi është rregullator i metabolizmit ton, i organizmit ton. Pastaj rrjedhimisht edhe gjendjes emocionale dhe mentale. Jo vetëm për krevatin, por për shumë gjëra tjera.
Unë mendoj që e di që ka teknika të ndryshme, do vinë teknika tjera të reja plot, por çdo gjë që funksionon për ty unë do të thosha bëja. Nëse ti e pi duanin Marlboro, unë them pi slim sa dush, ti e pi një herë, po e provon, po nuk do rrish më të slim, se do shkosh prapë te Marlboro. Më kupton, unë sugjeroj që ajo çfarë funksionon me ty, por ajo çfarë funksionon në të vërtetë. Jo ajo çfarë ty të pëlqen se funksionon. Më kupton, sepse duhet me e kuptuar, në të vërtetë po punoj me veten apo Po i bëj çefin kot. Apo thjesht po praktikoj diçka. Teut, e xojmë për një moment sikur tana mësimet tuaja, tana kurset, tana seancat, tana postimet online e këtjerë, për një moment ndodh një blackout, po them, interneti të zhduken. Pra çdo gjë që ti ke bërë deri te zhduket. Okej. A mundesh tana i ta me i kompresu edhe me mlla një mësim, çfarë do doje që njerëzit të mësojnë nga Teuta? Atë pyetjen që e ke së brendshme, lejoje të dalin jashtë. Ajo do të orientojnë drejt gjetjes tënde të vërtet, drejt autenticitetit tënd, drejt dritës tënde. Sa do të mendojmë që sa do të ngarkojmë veten me peshën e barrën e fajit e gjykimeve, para gjykimeve, dënimeve të vetes tonë etj, ka një dritë, çdo gjë është mësim. A mund të zbulohet ajo dritë? Po. A mund të ndriçojnë ajo dritë? Po. A mund të ndizet ajo dritë? Po. Kush do e ndezin ajo dritë? Ti. Ti nuk mundet me ndez kush tjetër për ty. Kështu që dëgjoje, qoftë edhe për provë, jo me besim 1.000.000%, sepse ai besimi i parë 1.000.000% mund të na çojë në një dështim shumë të afërt. Por ndiqe thirrjen e shpirtit. Dashuria për veten është ka paku mbi tenxhere. Zgjidhja është gjëja.